Gjoni, kapitulli 10, vargjet 27 deri në 30. Delet e tia janë të sigurta në dorën e tij. Bariu, dishepulli dhe Perëndia që na mban. Adhurimi buron nga siguria, siguria buron nga dora e tij. Le të lexojmë së bashku Gjonin kapitulli 10, vargjet 27 deri në 30. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh ato dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbejnë nga dora ime. Ati im që mi dha është i madh se të gjithë. Dhe askush nuk mund t'i rrëmbejnë nga dora e atit tim. Unë dhe ati jemi një. Po të shikojmë pak një kapitull më përpara. Gjoni kapitulli 10 është kapitulli i fundit i një debati të gjatë mes Jezusit dhe udhëheqësve fetar të Izraelit. Konteksti me njëhershëm vjen pra me Gjoni 9, ku një njeri lindur i verbër sapo është shëruar dhe duke debatuar nëpër sinagoga prej farisejve, Jezusi e gjen, i zbulon identitetin e tij dhe ai e adhuron Jezusin. Vargjet 35 deri në 38 e kapitullin 9. Pikërisht aty Jezusi flet për veten si bariu i mirë. Hym te kapitulli 10 vargjet 1 deri në 18. Në kontrast me barinjtë e rrem që e kanë braktisur delen, Jezusi tregon që është bariu i vërtet, bariu i mirë. Vargjet 27 deri në 30 vinë si përgjigje ndaj pyetjes tek i vargut 24 që thot: "Nëse ti je Krishti, na thuaj haptas." Jezusi nuk i jep atyre përgjigje abstrakte, por tregon provën e gjallë. Delet e tij e dëgjojnë zërin, e njohin dhe e ndjekin. Teti i tij hyjnor vërtetohet me marrëdhënien reale që ka me popullin e tij. Ky pasazh përmban 3 lëvizje teologjike që rrjedhin njëra pas tjetrës. E para, marrëdhënia e gjallë mes bariut dhe delës. E dyta, siguria e plotë e shpëtimit që rrjedh prej saj, vargjet 28 dhe 29. Dhe e treta, themeli i kësaj sigurie. Bashkimi hyjnor i birit me Atin, vargu 30. Të trija janë një argument i vetëm. Siguria jonë është aq e fortë sa hyjnia e Krishtit. Një argument i vetëm. Dhe do të shikojmë 3 lëvizje. E para është tek vargu 27 që ka të bëjë me marrëdhënien bariu dhe delet. Është zëri dhe njohja, ndjekja, që delet e ndjekin Jezusin. Siguria, jeta e përjetshme dhe mbrojtja e plotë. Vargjet 28 dhe 29. Dhe e treta është themeli hyjnor, bashkimi i birit me Atin. E para është pra që dëgjojnë zërin, pra marrëdhënia e gjallë, zëri, njohja, ndjekja, vargu 27. Delet e mia, thot Jezusi, e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Pra dëgjojnë. Në fakt ka të bëjë me një veprim të vazhdueshëm, që nuk është vetëm një herë, por është një karakteristike përhershme, një veprim i përditshëm. Delet e vërteta e dallojnë zërin e bariut mbi gjithë zhurmën e botës. Po të shikojmë shembullin e deleve, në fakt delet e njohin bariun e tyre. Ndërsa vim të kemi një marrëdhënie me Zotin, një diçka shumë të rëndësishme që neve e kuptojmë është fakti që jo vetëm që ne arrijmë ta njohim Perëndin në nivel tjetër, por njohja e thellë personale, relacionale, siç Perëndia njihte popullin e tij të zgjedhur. Amos kapitulli 3 vargu 2. Kjo njohje vjen para besimit ton, jo si shpërblimi i tij. Jezusi gjithashtu tregon diçka të rëndësishme që është për neve. Ato më ndjekin. Pra një nga cilësitë e deles është fakti që ato e njohin bariun e tyre dhe arrin ta dëgjojnë prej së largu zërin e tij. Fjala e dishepullimit në ungjit është një përkushtim jetësor, jo thjesht lëvizje fizike. Ndjekja vërteton dëgjimin dhe njohjen. Shikojmë 3 hapa të rëndësishme që janë: dëgjojnë, ato e arrin ta dallojnë zërin e vërtet, jo vetëm kaq, por edhe vetë Perëndia i njeh kush janë të tijet. Por ashtu delet jo vetëm që dëgjojnë, por fillojnë edhe ndjekin bariun e tyre. Pjesa e dytë është siguria e plotë.
jeta, mbrojtja dhe fuqia. Unë jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do ta humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Gjoni kapitulli 10 vargjet 28 dhe 29. Neve shikojmë ose na kujtohet diçka shumë e rëndësishme, është dhurata e jetës së përjetshme. E dhënë tani jo vetëm si premtim për të ardhmen, por është cilësi e re jete, jo thjesht zgjatje pafund. Perëndia na siguron që nuk do ketë më ndarje, nuk do të humbasim më kurrë. Gjua origjinale përdor mohimin më të fortë të mundshëm. Kjo nuk është një probabilitet, por është garanci. Mbrojtja. Askush nuk do t'i rrëmbejë. Fjala përshkruan kapje me forcë. Asnjë armik, asnjë përsekutim, asnjë fuqi nuk mund të heqë delen nga dora e variut. Themeli dy fish, dora e birit dhe dora e atit, janë siguria që nuk mbështeten vetëm te një fuqi, por te dy garanci hyjnore të pandashme. Çfarë na tregon teksti origjinal? Jeta e përjetshme. Fjala origjinale ka kuptimin e një cilësie jete që fillon tani, jo thjesht zgjat pafund, por pjesëmarrje në njohjen e bashkësisë me Perëndin. Ne marrim dhe premtimin tjetër që është nuk do të humbasim kurrë. Fjala origjinale ka kuptimin e mohimit më të fortë gramatik të mundshëm. Në asnjë mënyrë kurse nuk është probabilitet, është gjuhë garancie. Askush nuk do t'i rrëmbejë. Fjala origjinale këtu ka kuptimin e kapjes me dhunë. I njëjti term përdoret për ujkun që sulmon Kopen dhe për rrëmbimin e besimtarëve te ardhja e Krishtit. Vargje mbështetëse për sigurinë neve gjejmë Romakët kapitulli 8 vargjet 38 dhe 39. Asnjë krijesë, asnjë fuqi nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë në Krishtin Jezus. Filipianët kapitulli 1 vargu 6 thot: ai që e nisi veprën e mirë në besimtar do të përfundoj atë deri në ditën e Jezusit. Pare Pjetrit kapitulli 1 vargjet 3 dhe 5. Trashëgimia jon është e ruajtur në qiell, ndërsa ne vetë jemi të ruajtur nga fuqia e Perëndisë. Themeli i plot, unë dhe ati jemi një, vargu 30. 5 fjalë në shqip, por pesha teologjike e tyre është e papërshkrueshme. Ky varg nuk është thjesht përfundim retorik, është themeli logjik mbi të cilin qëndrojnë të dyja premtimet e mëparshme. Pikërisht sepse Jezusi tha këtë: dëgjuesit e tij, vargu 31, e kuptuan me njëherë si pohim, hynie, sipas ligjit. Gjykëzimi ishte dënimi për blasfemi. Çfarë na tregon teksti origjinal? Njësinë atyre, jo identitet personash. Fjala origjinale e përdorur këtu ka kuptimin e një natyre, një qendje të përbashkët, jo një identiteti personal të vetëm. Jezusi nuk thot unë dhe ati jemi i njëjti person, por unë dhe ati kemi të njëjtën thelb hyjnor. Jemi, folja numri shumës. Forma origjinale e foljes sillon dallimin midis birit dhe atit. Si dy persona të dallueshëm, në kombinimin një natyre me jemi shumës, është pikërisht balanca që shkrimi mban mbi Trinitetin, një qenie persona të dallueshëm. Se hynia e Krishtit është themeli i sigurisë tonë. Jezusi sapo ka thënë se asnjë nuk mund të më rrëmbej delet nga dora e atit. Pastaj shtoi me njëherë, unë dhe ati jemi një. Pse? Sepse dora e birit dhe dora e atit nuk janë dy fuqi të ndara. Janë në bashkëpunim, janë të njëjtat fuqi hyjnore e shprehur nga e njëjta që janë një hyjnore. Nëse Krishti do të ishte vetë krijesë, sado e madhe, sado e shenjtë, premtimi i tij do të ishte i vetëm, aq i fortë sa fuqia e një krijese. Por sepse Krishti është Perëndi, premtimi i tij ka pas vetë fuqinë e pakufishme dhe vullnetin e pandryshueshëm të Perëndisë. Vargje mbështetëse të kjo pjesë janë: në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë dhe fjala ishte Perëndi. Gjoni kapitulli 1 vargu 1. Kolosianët 2:9. Në të bandon trupësisht gjithë plotësia e hyjnisë pa kushte ose kufizime. Biri është shkëlqimi i lavdisë së Atit dhe vula e qenies së Tij. Zbatimi praktik si jeton delet në siguri. Po të kthehemi te fjala çdo ditë që veshi shpirtëror të mbetet i stërvitur për të dalluar zërin e bariut mbi zhurmën e tokës. Kur bëje kjo, mos kërko sigurim te performanca jote, por te dora e bariut që të mban. Jo si formulë, por si rikujtim, premtimi i Perëndisë. Lere jetën tënde ditore të jetë dëshmi e ndjekjes së vazhdueshme, jo perfeksion, por drejtim i qëndrueshëm pas zërit të Tij. Studimet tona të fundit kanë vizatuar një besimtar që adhuron me zemër të përulur, Jakobi kapitulli 4 vargu 6, të pastër, Psalmi 24, dhe të ruajtur.
Mateu 5:23-24. Gjoni kapitulli 10 vargjet 27 dhe 30 shton se për ulja na heq krenarin. Pastërtia kërkon integritet të brendshëm. Pajtimi e zbaton këtë integritet në marrëdhëniet tona. Por të treja do të na shtypin nëse nuk do dinim se qëndrueshmëria jon nuk varet nga forca jon, por nga dora e Bariut. Adhurimi i vërtet lind nga siguria, jo nga ankthi i performancës. Të falenderojmë sepse zëri yt na ka thirrur dhe ne e njohim atë me gjithë zhurmët së botës. Na ke njohur ti i pari, jetën e përjetshme na ke dhënë dhe asnjë fuqi nuk ka pushtet të na rrëmbej nga dora jote. Na ndihmo të mos kërkojmë sigurinë tonë te forca jon, por te dora jote e pandashme nga dora e Atit, sepse ti dhe Ati jeni një. Le siguria jon të lind, adhurim të thellë dhe të ndjek besnik derisa të shohim në sy. Në emër të Krishtit, amen. Zoti bekoft.